Selamu alaikum. Gjatë udhëtimi ka ndodhur një gjë. Unë isha duke falur namazi drekës. Erdhi një vëlla musliman tjetër dhe unë thash, a do falesh me mua bashkë, se isha vetëm. Se jo, unë kam falur drekë dhe ikindia. Po atëherë pse ke ardhur për të falur prap namazi? Tha, është koha dreka vëllezër. Ishte ora 2:30. Edhe ai ka bashkuar, nga që ishte udhëtar, ka bashkuar dreka dhe ikindia. Por tha, avioni im është nga ora 6 dhe pastaj kam 5 ora udhëtimi edhe do e zbres në vendin tim ora 12 ose 1 nata. Atëherë është koha e yatsia, por nuk fal dot, unë kam e vështirë. Edhe jam duke bashkuar tani akshami dhe yatsia. A jeni duke menduar vëllezër, sa çudia i madhe është. Edhe unë tha, kush e ka thënë ty është? Tha, jo, ashtu me mendje im mendova që derisa është lejuar bashkimi falje dreka me ikindi para koha, atëherë para koha unë do bashkoj edhe akshami dhe yatsia të mos fal atëherë. Duhet dim masala është ashtu vëllezër, që vetëm një patjetër duhet në vaktin e namazi, kur do falemi namazi. Do me thënë, një qëfë se kemi për të falur namazi dreka dhe ikindia bashkë, patjetër duhet ose koha dreka, e do bashkosh dreka me ikindi. Ose duhet koha ikindia të bashkosh ikindia me dreka. Ashtu, një qëfë ke për të bashkuar namazi akshami me yatsia, atëherë duhet patjetër koha akshami, atëherë do bashkohet e yatsia bashkë. Tek ato imam që kanë lejuar bashkimin namazet. Kjo është mënyra bashkimi, jo që do bashkoj 4 namazet me njëherë. Atëherë ka për të bashkuar komplet ditë namazi nesërëm, ose pas nesër. S'ka ashtu. Lezar prandaj dije duhet marrim nga dietar, duhet kuptojmë hadithet Profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe masailet e sharia tamam, nuk duhet e gjykojmë asgjë nga mendja jonë. Edhe lusë Allahu madhurur, Allah gjallë shana i dije do bishëm. Selamu alaikum.